Shqipëria u mposh në kuadër të kualifikimeve për botrorin në Brazil 2014 nga përfaqësuesja zvicerane me rezultat 2-0, por jashtë fushës fitoria ka qenë e tëra Kuqezi. Në Lucern të Zvicrës ishte ndeshja që bashkoi shqiptarët e gjitha trevave, duke bërë që qyteti zviceran të duket si Tiranë, Shkup apo Prishtinë. 12.000 tifozë shqiptar të pranishëm në stadium kanë mahnitur edhe vetë zviceranët, ndërsa për më shumë vetë trajneri i Zvicrës Hitzfeld ka shprehur përgëzimet e tij për popullin shqiptar duke shtuar se e kanë bërë të mendoj për të vizituar në të ardhmen Shqipërinë. Për helvetikët gol shënoi Xherdan Shaqiri në minutën e 22, ndërsa për Zvicrën u paraqiten edhe 4 shqiptar tjerë, Granit Xhaka, Valon Behrami, Blerim Xhemaili dhe Admir Mehmedi. Kjo ishte arsyeja që ndeshja të kishte një karakter emocionues, ndërsa vetë futbollistët e Zvicrës me prejardhje shqiptare thonë se kombëtarja ishte zgjedhje, ndërsa gjaku dhe zemra mbeten Kuqezi. Unë jam krenuar edhe për këta shqiptarë që janë ardhur te krejt dhe çdo janë ardhur. E di çfarë historie kanë këta, e di çfarë punë bojnë për me ardhur me këqyr Shqipërinë. Unë kam respekt, unë shkoj, po du me fol me këta fytyrë, po ta nuk dojnë, s'ka problem, po na kena jep edhe imazhin e mirë edhe shqiptarëve në Zvicër, kena punu për këta shqiptarë që janë ardhur të, kanë punuar edhe që kena arrit na dhe qëtë, veç për merit. Nuk u konë shumë letë për neve me luj kundër Shqipënisë, se na gjakun e kena shqiptar. Nuk është letë, si thash, na e kena gjakun shqiptar, babën, mamin e kam shqiptar. Këta shqiptar ku na njojnë neve e dina se jena shqiptar. Na e kena di që loja kur ka ardhur që ka më bërë shumë loja emocionale për neve. Na veç e kena kështu lojën, kështu për mediat s'kena lexuar shumë, se shumë kanë shkruar. Ishe momenti mirë që e dhava gollën për Zvicrën, ama edhe momenti keq për Shqipërinë që jo, po më duket e keni pa që s'kum festu, se për respekt s'kum festu gollin, se kam respekt edhe për Shqipërinë, se në familjen e kam të Kosovës. E ndërkohë që ditë para ndeshjes në media fitoi shumë hapësirë deklarata e presidentit të FSHF-s Armand Duka se Xhakës duhet t'i vit turp që mendon t'i shënoj Shqipërisë. Në skenë del babai i futbollistit, i cili kërkon nga Duka që ta shikoj publikisht në sy dhe të garantoj se nuk ka kërkuar para nëse familja dëshiron ta shohë Xhakën në fanellën e Shqipërisë. Gjithë kësaj është ndërlidhur edhe Shaqiri që ka shtuar se Zvicra është zgjedhja e tij, pasi në të kaluarën nuk i është ofruar mundësia të zgjedhë. Secili mund të gjykojë dhe komentojë si i pëlqen, por mbetet fakt se janë ata shqiptarët e Zvicrës, vendi që i priti dhe i riti si njerëz dhe futbollist. Komentet dhe ofendimet janë personale, ndërsa me rëndësi për futbollistët mbetet se pavarësisht fanellës për të cilën luajnë, ata mbeten një gjak i pastër shqiptari.